Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar motra dhe vëllezër, me rastin e festës së madhe të Kurban Bajramit, ju përcjell urimet e mia më të përzemërta për shëndet, paqe dhe mëshirë në familjet tuaja. Kurbani nuk është thjesht një akt simbolik, por një shprehje e përkushtimit dhe bindjes së njerëzve ndaj Krijuesit të gjithësisë. Ai lidhet drejt për drejt me një prej tregimeve më madhështore të shpalljes hyjnore në Kuranin famulart, historinë e pejgamberit Ibrahim a.s. dhe sakrificës së tij sublime për të quar në vend premtimin e dhënë. Kurani na mëson se tek Zoti nuk arrin as mishi, as gjaku, pra nuk është ky qëllimi i kurbanit, por devotshmëria dhe qëllimi i pastër i zemrës. Le të jetë kjo festë një mundësi për të thelluar lidhjen tonë me Krijuesin, për të forcuar lidhjet me njëri tjetrin dhe për të ndarë me ata që kanë më pak. Le të mos harrojmë të varfrit, fëmijët dhe të afërmit, siç na mëson tradita profetike, sepse vetëm përmes ndarjes dhe solidaritetit shfaqim vlerat më të larta të fesë sot. Në emrin tim dhe të komunitetit musliman të Shqipërisë, ju uroj nga zemra gëzuar Kurban Bajramin. Zoti e begatoft popullin ton dhe udhëzoft njerëzimin drejt paqes dhe mëshirës.